Po nëse partneri shkan në udhëtim me shoqe, atë qënë kjo drejt një marrëdhënie të komplikuar martese? Pas na mendu më varet edhe me kanë. A do të ishte dikush në jetën e ti okej për ty? Me rrethin që e njohën edhe që na, do më thonë njifeme edhe në qofë se bjen, me njerës që e njohën normalisht që po, me sy mbyllën. Me rrit? Me dojnë a i shoqe e ri, që Në shumë transparente, jo. Që one nuk e njohë, jo. Atë me atë mënyrën më të thjesht, duhur po e shprej, jo. Asaj, ason, ashtu t'jemi. Për mu e, ku do që dojmë, do një thim, pavarësisht me borin, neve zatën e kjo nga kam bajt, apo kupton dashurin, sepse imi marrë vesh, jemi gjithkon bashk, ajo, duqysh, e nina mungesin njani për tjetërin, pse kem shok, shoqe, jemi krejt në rregull. A i ka shoqe, unë kom shoqe, dalëm pim kafes bashko, ama veç pas... A mu shmendjen me rritë që a i ka shoqe. Një shumë transparent. E tha një moment. A i ka shoqe, unë kom shoqe. A i ka shoqe... Unë kom shok. Ti ki shok, okej. Unë e kom shok. E regullove se... Jo, ndoshta e fula gabim, por... Ma mu shmendjen, heq Merita që ka bashkëshorti Meritës shoqe. Ka. Besom që ka. Shoqe të përbashkëta, apo shoqe të ti? Jo, nuk është që rinë shpesh me ato, apo do shta në vetë neri ta kanë, apo... Jemi bashkë. Jemi Po bashkë. nëse si jeni bashkë? Jo, prej që është martu, është distancu pak, ama lidhët nuk i ka shkëput. Ama në shoqe, e kuptoj se ka shoqe. Edhe duhet me pas. Duhet me pas, se kur komë në shok, du t'ja loj me pas të edhe aj shoqe. Po, aj, kur është njëftu me shoshrin time, dvjetër prej shkollës fillore, gjimnazë e tjera, masanena edhe mu mi ka njëftu shoqët e veta. A me kum pa, ne e të para me atu, që e kanë tamon një shoshrit pasër. Po, na dalë me burra, e kuptan. Unë me burë, shoqë ati del me burën e vetë, jemi të tonë... Jeni familjarizu. Po, jemi familjarizu. Ka herë që gjykojmë dhe kryojmë analizën bi martesat. A me dalë vetu me shoqën, të lutem. Që dalë vetu po të me ka të zunë drejt. Se marrë këtu me konë tjetër, e më s'tim vetja, du me të regu vetën time. Veto me shoqe, jo valla. E ditë. Veta ka shoqe 100 vjetë, Edhe nëse një ato edhe një edhe burin tanë, edhe shoqen e ti, edhe Në shkum për Zvan, as motrën, tanë njëtën ti nuk unë është me ndjohë, se gjdo herë njeri o ndryshan. Ani më pushem. Po, Merita. Qa bën ti kur shkan gjiko Elita, sa herë që... Kur gjorim backstage. E këshyria bëj bravo. Bravo. Okej. Ajo nga panelit është të pëlqy shumë qytetës. U knaqqa. Nga minorancë, edhe pse... A duhet me ndryshu për hir të martesës një person? A duhet me ndryshu diçka nga karakteri jëtë? Po. Mendoj që partnerët do të më përshtat njëri tjetrit, do të më kuptu edhe nevojat e kërkesat e partnerit tjetër, s'do më thonë që do të më ndryshu 100%, po do të më shku në të farë se dy palë do të ka pakës të gjoj një balancim të shojnë për dy palë të ka pak. Jo? Unë mendoj ndryshe. A i lem burin me shku me shoqe. Po, të deshta me ndërdita dhe tha shumë mirë që kemi mendimet të ndryshme, se ma ndi shkon shumë bajat me thonë krejt njejt. Këtu hymë besimi, ma ndi, se nëse unë s'kom besim... E del drejt në përgjigje pjoll, a i kështë ljon bashkëshortin deti me shoqe. Unë muj me ti... Bashkëshortin të me shoqe. Po, se është besim, është besim.